Dielli perëndoi dhe qytetin e mbuluan zhurmat e natës. Thopza bisedash familjare rrjedhin nga dritaret e hapura të pallatit duke krijuar kështu një mërmërim melodioze. Krit papritur, harmoninë e kësaj mërmërime e prish një zhurmë si një zë i ngjirur. Zhurma e ngjirur pushtoi të gjithë sheshin e pallatit. Uf, çfarë zhurme, tha babai dhe nxitoi të mbyllte dritaren, duke lënë kështu zhurmën jashtë. Zhurma përpëlitej atje jashtë si një kafshë e plagosur. Oh, çfarë zhurme! Nëna përcolli fëmijët për në shkollë kurse babai u nis për në punë. Si zakonisht, babai hyri në një bar kafe të pinte kafen e tij të mëngjesit. Uf, sa zhurmë, mendoi babai. Doli nga lokali dhe u nis drejt disa magazinave të mëdha, ku gjendej edhe shtyp shkronja me të cilën ai punonte. Pas mbarimit të punës, ai mori rrugën e kthimit për në shtëpi. Ndaloi në një dyqan lodrash dhe bleu një dhuratë për vajzën e tij, që atë ditë kishte ditën e lindjes. Nga jashtë, bashkë me ajrin e freskët dhe të pastër, u futën edhe zhurmat e qeta të ditës së re. Ajo që kishte parë ishte një ëndër e keqe. Ta mbajmë pastër qytetin, zhurmat e ndotin atë. Edhe qyteti ka nevojë të flejë. Ndotja akustike është më e rrezikshme se ndotjet e tjera. Ajo shkakton probleme në dëgjim, dhimbje koke, nervozizëm, çrregullim të gjumit dhe shumë probleme të tjera. Jo të gjithë mundet të bëjnë gjëra të mëdha, por ne mundet të bëjmë gjëra të vogla me dashuri të madhe.